Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona takojnë Zotit Madhëmshëm, salavatet, bekimet për Muhamedit alayhis salam. Po vazhdojmë edhe me tutje të flasim për surës Tahrim, një sure e bukur e Kur'anit. Do përpiqemi edhe sot të përmendim disa mësime nga kjo sure e begat e Kur'anit. E thamë edhe herën e kaluar, Allah i Madhëmshëm pasi që e sill këtë kronologji, problemi kaq të thellë, kaq thelbësor, kaq të panegociueshëm, edhe të painjorueshëm, edhe të pamendjanueshëm, Allah i Madhëmshëm këtu flet drejt për së drejti me besimtarët. Ja ju alladhina amanu qu anfusakum, dhe ne u përpoqëm herën e kaluar, domethënë ta nxjerrën në pah madhështinë që e ka edukimi i brezit të ri që në fill të çështjes, që në krye të herës. Pastaj Allah i Madhëmshëm e sill zjarmin e xhenemit, e sill dënimin e botës së përtime, e sill pendimin e madh që i përshkon e i karakterizon jo besimtarët në ditën e gjykimit, dhe Allah i Madhëmshëm ndër tjerash flet edhe në këtë mënyrë me ta, ja ju alladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm. Pra Allah i Madhëmshëm sikur se thot ndër krimet të cilat i keni kryer ju karshi familjeve tuaja, brezi i tij është shpërfillja e tërësishme që domethënë që ua keni bërë atyre nëpërmjet anashkalimit dhe neglizhimit të edukimit, vëdësimit e kështu me radhë. Gjë tjetër që epikasim është që Allah i Madhëmshëm e sill zjarmin e xhenemit. Pra sikur si gestur na mëson që në vazhdimsi Allah i Madhëmshëm u tërheq vërejtën robërve të tij për shkak të shumë elementeve të cilat e determinojnë si më thanë pakujdesin dhe dhënien e tërësishme ndaj epsheve, qefeve, qyfyreve, kështu me radhë. Andaj Allah i Madhëmshëm në vazhdimsi u tërheq vërejtjen, i zbraps ata nga e keqja nëpërmjet dënimit, nëpërmjet kërcënimit me dënim nesër në zjarrin e xhenemit. Dhe tjetër është që njeriu për nga natyra e ka që në vazhdimsi dikur duhet, domethënë sikurse puna e alarmit, ko paskohet domethënë ta godasat, në mënyrë që të zgjohet dhe të kthillet. Këtu janë pak a shumë ato disa prej mësimeve të këtu dy ajete. Të përfishëm të ky ajeti tjetër vjerus, ja ju alladhina amanu, shife kjo thirrje pestë. Pra Allah i Madhëmshëm flet dy herë me pejgamberin alayhis salam drejt për së drejti. Dy herë flet drejt për së drejti me besimtarët dhe një herë drejt për së drejti me jo besimtarët. Pra kjo është për karakteristikave dalluese të surës Tahrim. Tash këtu pasi që sill shumë prej dobive, mësimeve, cicëllimave kështu me radhë, këtu Allah i Madhëmshëm i fton besimtarët të pendohen. Po pse Zoti i Madhëmshëm nga meditimi shpejt rëmbimthi, Zoti i Madhëmshëm e sill pendimin, ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan. E sill atë që quhet me ful mutlaq. Pra sikurse e përforcon këtë çështje dhe e përshfaq domosdoshmërinë e kësaj në jetën e robit. Tubu ila Allahi tawbatan nasuhan, leximin e shobës nusuha. Për mësimeve që marrim vëllezër që nuk ka njeri pa gabime. Andaj këtu Allah i Madhëmshëm në krye të herës e sill pejgamberin alayhis salam. Pra i gaboi e kështu me radhë. Pra në natyrën tonë është gabimi, lëshimi, rrëshqitja e kështu me radhë. Mirë po, në anën tjetër, tawbatan nasuhan ose nusuhan na mëson që do gabimi, mëkati, lëshimi, pakujdesia është një mundësi e artë që njeriu të reflektojë, të marrë mësimet e duhura. Së dyti, nga njëherë njeriu duhet gaboj që ta kuptoj vlerën e gjërave që i posedon. Duhet gaboj në që ta di se sa madhështore është familja, sepse deri atëherë pejgamberi alayhis salam normalisht sillen normalisht, i dukej ai në gjë normale, mirë po kur ndodhi ky lloj mospajtimi me gratë e tij, familja e mori në kohë tjetër, ato pejgamberi alayhis salam e kuptoi madhështinë që e ka familja dhe pa parasyshmërinë që e posedon ajo. Pra një men familja është e pazëvendësueshme, e papërsëritshme. Rrjedhimisht njeriu duhet t'ia di vlerën asaj. Andaj tawbatan nasuhan. Dhe së treti dhe besoj e fundit është që tawbatan nasuha na mëson rrugën edhe trajektorin e edukimit. Pra secila rënje, secila vonesë realisht është një mundësi për ta përmirësuar edhe më tutje, edhe më mirë, edhe më shumë atë mision dhe atë gjë cilën e ke marrur përsipër ta çosh deri në fund.
Andaj secila rënje realisht është një mundësi shtesë për të përmirësuar, për të rregulluar dhe për të bërë edhe më mirë. Rrjedhimisht tawbatan nasuha, dhe nëse mundemi shkurtimisht, asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum tashallahu manuk misir disa shpërblimeve, cilat i presin këta njerëz në ditën e gjykimit. Rrjedhimisht mësimi që marrim është ahireti e kuptimson jetën edhe veprimtarinë e robit. Pa ahiretin realisht nuk ka kuptim asnjë gjë, sepse jeta e kësaj bote nuk e posedon këtë gjë, këtë balancues, këtë ndarës edhe këtë vlefshmëri të i kohore. Andaj, yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma. Dhe vëllezër, e marrim se sa është e rëndësishme shoqëria e mirë. Andaj, yawma la yukhzillahu an-nabiyya, shëve pejgamberi sa mirë po, walladhina amanu ma. Dhe ata cilët besuan e që në vazhdimsi i qëndruan besnik pejgamberit ton alayhi salam, wa bi imanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Alish familja është dritë. Sa më konsoliduar familja, aq më ndryshme ardhmëria dhe aq më i sigurt edhe më solid shteti dhe shoqëria e kombit. Deri në gjërat e tjera, ju rujtim